Shqiptarja martohet me serbin, u takuam në Durrës, ndihem serbe si ai. Një shqiptare nga Durrësi, Mira Dreaj, ka kurorzuar dashurinë e saj ditën e djeshme në Leposavić me serbin Dejan Slavković. Ata u martuan në kishën ortodokse në Soçanic, pasi Mira u konvertua në ortodokse dhe pas dasmës ata kishin shëtitur në rrugët e Leposavićit, aty ku dhe vijojnë protestat e serbëve dhe ku është strehuar edhe kryetari i komunës Lulzim Hetemi. Mira rrëfeu historinë e saj të dashurisë me Slavković, të cilin e njohu në qytetin e Durrësit. Mëtej shqiptarja tha se ndihet serbe dhe se sipas saj ka shumë shqiptar me origjinë serbe që nuk e din një gjë të tillë. Unë u martova me Dajenin për dashuri, ne u takuam në Durrës. Njohja dhe shoqërimi ynë zgjati 6 muaj. Unë jam e lumtur që po kthehem në besimin e të parëve të mi. Tani ndihem serbe. Ka shumë njerëz në Shqipëri që kanë origjinë serbe dhe nuk e dinë, ose deri tani ata ishin të ndaluar ta dinin, tha ajo. Ndërsa Dhëndri tha se Mira i ka thënë se do t'i lindë fëmijët e tyre si ortodoks në Kosovë. Faleminderit Mira që pranove të bëhemi një, edhe nëse Mira nuk do të kishte pranuar besimin tim, unë nuk do të isha zemëruar. Kjo ishte dëshira e saj. Kjo më tha mua, unë dua t'i lind fëmijët e tu si ortodoks në Kosovën tënde, dhe kjo më gëzoi shumë, tha ai.